Fizikisht një emër që keni dëgjuar shumë pak, por që ka pasur një rol të rëndësishëm veçanërisht në ato konferencat e Këshillit të Evropës, Parlamentit Evropian që pam dhe sigurisht na ngjallën shpresë se ndoshta Europa këtë herë do ta gjente një rrugë tjetër, si thot një këngë e viteve 90 e Ilir Shaqirit. Megjithatë, Eugene Gjoni është me mua. Fillimisht le ta mirëpresim në studio. Mirëmëngjes zoti Gjoni. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. U duk dhe po e riperifrazoj sikur e kishin më seriozisht këta të Europës këtë herë për atë që mund të ndodhte në Shqipëri, por siç thon dhe ligjet e Murphyt, nëse një gjë e keqe mund të ndodhi, do të ndodhi dhe ndodhi. Por ke konferencës që patëm ke Parlamenti Evropian dhe konferencës që krijoi Komiteti AFET marrëdhënieve ndërkombëtare të Parlamentit Evropian, dukej që Partitë Popullore, po edhe Partitë e Djathta kishin një target të shihnin se çfarë do bëhet në Shqipëri. Donin të dinin shumë se si do vitet vota, si do shkojë procesi zgjedhor. Edhe besoj që është real, e pan, e konstatuan, por nuk ndërhyn. Nuk mund ndërhyn. Ata e thon gjithmonë që ne vetëm konstatojmë. Pra thjesht na lan te dera. Again. Dgjoni, e kemi thënë disa herë, Bashkimi Evropian ka interesat e vet. Edhe ne shqiptarët duhet, për mua, kemi 35 vite në demokraci, duhet vi momenti që ta marrim situatën në duart tona, mos presim nga përjashta, mos presim nga Bashkimi Evropian. Ata mund t'ju them unë që jetoj aty që kanë kaq shumë probleme për vendin e tyre, edhe për vendin e tyre secila parti, sa ata thjesht duan të shohin, duan të ndinë ky vend që do të bëhen të antar, me që na thot kryeministri që 2030 do jemi brenda. Çfarë do sjellë? Po me kismet gjithmonë se besojmë që do futemi 30, mos them edhe 40. Edhe këta mund t'ju them që e kanë pa, e kanë shunu, e kanë kjo agjenda edhe thënë që në Shqipëri nuk ka zgjedhje të vërtetë, nuk ka zgjedhje reale, nuk ka vullnet vote. Gjithçka manipuloj, gjithçka patronazhizmi nga mbrapa, edhe gjithmonë ajo do jetë aty. Domethënë nuk na kanë bërë nder që Partia Socialiste ka fitu. Pra një sekondë, nëse e kuptova Eugene. Ajo që po thua është që keqja e madhe që na bën Bashkimi Evropian tani është përveç se e lejon kryeministrin të vjedhë zgjedhjet, gjithashtu i djeg atij fushatën, po na djeg dhe neve se as nuk bëhet fjalë për antarësim. Pra dy ndere shumë mëdha. Kancelari gjerman e tha që po nuk u reformon Bashkimi Evropian nuk do ketë zgjerim. Po ashtu edhe ke eventin në Valencia të IPP, u tha që në Shqipëri viden votët. Këtu erdhën e pan, u vodhën pra vota, manipulun votët. Gjitha mediat pro-qeverisë, përveç njërës të është e raporti, kush e di se për kë kishte fjalën. Media e kanë. Pra ata e din, e shofin, pa ata nuk mund ndërhyn, se thonë gjithmonë e lën politikat vendit. Po si nuk mund ndërhyn? Mund të ndërhyn për të na sjell këtu fundërrinat e problemeve që kanë në shtetet e tyre, mund të ndërhyn për të na sjell këtu kriminalët që kanë nëpër rrugët e tyre, por nuk mund të ndërhyn që na ndihmojnë me në një kriminal elektoral? Pra, problemi nuk është që ndërhyn të ndihmojnë. Ata janë qeveri individuale që bën marrëveshje me kryeministrin. Që ndërhyn për të marrë hallet e veta. Fiks. Nuk hyn, ata e shohin Shqipërinë. Shqiptarët vinë gjithkohën në diasporë, në Europë. Edhe ata e shohin Shqipërinë gjithmonë një vend që s'ka punë, s'ka siguri, ka një zhvillim ekonomik që as nuk kuptojnë nga vinë gjithë këto para, gjithë këto fonde. Edhe kemi një kryeministër që pranon gjithçka që të jetë në pushtet. Ata nëse mund të shihni, nuk kanë sjellur asnjë projekt që zhvillon vendin, po kanë sjellur projekte që u zgjidhin problem të brendshëm. Edhe Shqipëria pranon që tjetë vendi që mund të marrë plerat e laboratori eksperimental. Jo vetëm laboratori eksperimental, po bëhet kosh i plerave të Bashkimit Evropian që tjetë kryeministri aktual në qeveri. Do ketë pritën forcat socialdemokrate 45 vjet mos vinin aleatët. Do presin shqiptarët që të vinë aleatët apo do ta flenë mendjen që tani kavaleria nuk po vjen? Për mua kavaleria nuk po vjen. Për mua kavaleria do ta krijojmë vetë. Kemi 35 vite në demokraci, e kemi pa botën si punon, kemi pa botën si votojnë, e kemi pa çështjet pse votojnë, domethënë në Belgjik mund t'ju them se isha dhe kandidat vetë ke Parlamenti i Brukselit, aty ku ishin majtistët në gjitha parlamentet e Belgjikës, Parlament Valon, Bruksel, Flamand, Federal, u ndryshu me votën
në njerëzit mjaft, edhe njerëzit duhet ta kuptojnë fuqinë e votës që kanë. Vota nuk është me i bën nder dikujt që e njeh, që ta kërkon votën, thotë, o më fal, ma jep votën për vajzën, për çunin, për kushëririn edhe tjera. Vota është për ndryshimin tënd, është çat ty i kërkon qeverisë të ndryshojë, çat bëj më mirë. Megjithatë, Eugene, flasim pak për votën e diasporës. Mirë, ne këtu u shitëm, u patronazhuam, u kërcënuam. Po kutit e Beratit 99.9%. A mendon se u patronazhua diaspora, a mendon se u manipulua tërësisht vullneti asaj, apo ndoshta duhet bijmë në paqe dhe të themi që Rama është më i preferuari i dynjas, me rezultate më të mira se kushdo tjetër në Europë, po konkurrojmë me pëlqyeshmëri sovjetike. Kjo është si ai filmi The Dictator, nëse e ke pa që ka diktaturën, pastaj bën zgjedhje të lira dhe si tankun e gjithë lëvizin që janë e vet. Edhe kjo ndodh sot, po besoj që problemi jon prap vjen ke edukata politike. Besoj që prap i bim asaj që, siç thash, më jep votën për dikën timin, ndihmon mu, sepse nuk ka mundësi dhe nuk ka logjik kur një qeveri më ka heq nga vendi im, nga shtëpia ime, më ka çuar në emigrim, më ka fut në tragedë, më ka fut në gomone, unë prap të vi, t'i jap votën, e të marrë prap gomonën. E të marrë prap gomonën, po jo ta marrë unë, po ta marrë i vlla im, ta marrë i motra ime. Pra, është diçka që është pak konceptueshme. Është diçka që unë e kam shumë të vështirë ta kuptoj vullnetin e popullit shqiptar, sidomos nga diaspora, që e them prap, Europa e ktheu 180 grad votën si vjetë. E ktheu në partitë e djathta sepse shohin problemet me migrimin, shohin problemet me ekonominë, shohin problemet me zhvillimin. Këtu në Shqipëri, qa presi njerëzit që ta kthejnë votën? Unë me vërtet nuk e kuptoj, edhe e thash edhe para disa ditëve, se unë vi nga qarku i Lezhës, faleminderit që fitoi Partia Demokratike, se aty nuk është bën një investim. Bashkiakët janë gjithë socialistë. Edhe prap vinë qeveria socialiste dhe prap iq. Po, edhe prap thonë, hajde në më votoni mu, po qa të votoj? Qa më ke zhvillu? Mund të them edhe personalisht. Thot kryeministri ktheuni. Po, du të kthehem. Qa më jep mu? A i thot, hajde se keni kafen më të mirë, se sa në Belgjik. Nuk du më kafe, du më punë, du të kemi një jetë të mirë në Shqipëri, du të kemi një dignitet. Nuk vjen digniteti në Europë, sepse kemi malet e bukra, jo, po edhe për turizmin. Kam edhe një problem të madhe me këtë argument që thonë në Shqipëri që po na vinë 12 milion turista. Turistat i kene në Tajland, po e dim gjithë pse i kene në Tajland. Këtu krenojemi me malit, krenojemi me detin, okej, i kemi të bukra. Po kur dalim në Europë, kur takojmë unë me europianët, mund t'ju them, kam qenë një herë në Londër, sa i takova, thash jam shqiptar, më thënë, kërën me sjedh këta emigrantët tu me gomone. Pra, ky kryeministri jon jeton në një hapësirë tjetër. Edhe keqe si u shet një imazh shqiptarëve në Shqipëri, që gjithë shka shkon mirë sepse njerëzit vinë e na shohin. Po vinë e na shohin se jemi... Si me shku kopsh zoologjik. Jemi pikërisht, po edhe prap jemi më të lirë se sa vendet e tjera. Edhe kanë interes, edhe shumë mirë. Por unë me qa mund të krenojmë krahasim me vendet e tjera? Mos prodhojmë makina, mos prodhojmë teknologji, mos prodhojmë telefona, stilolapse, diçka që mund themi ne që e kemi shqiptare. Kur është një tavolin në Tryeza, ke italianin, ke francezin, ke gjermanin, ke kroatin, ke grekët, ke serbët, të gjithë prodhojnë nga diçka. Ne qa prodhojmë? Qa mund thot një socialist, mund të vi muaj më thot ore 12 vjetë, ne kemi kriju një industri. Më thonë një industri. Edhe nuk është industria turizmi. Se turizmi është, unë që kam masterin, bachelorin, thot e shko bo kamarjer. Po nuk e du vendin tim tjetë kamarjer i Europës, se shfitoj në i gjë. Unë du vendi im që do të futet në Bashkimin Evropian, të ketë një standard, të ketë një ekonomi, të ketë një zhvillim. Së mund të krenojë mund kur vi nga jashtetit, ku i shoh gjitha fushët e punuara, që këtu janë bosh, nuk punojnë. Pra, kjo qeveri, që do të na japë? Në fakt, mi që ma përmënde Lezhën, i vetmi që punon në Lezhë Mirfilli, që është një restorant i cili ka kthyer të gjithë fshatin e vetë në një industri të vetë mjaftueshme, edhe ai rastësisht është sulmuar nga eksponentët e PS-s. Rastësisht qëllon. Megjithatë, Eugene, Partia Demokratike ç'duhet bëjnë në këtë moment, a duhet kërkojë
ato nderet mbrapsht nga Europa, ato rezoluta, duhet i kërkoj llogari Europës për ato? Duhet i kërkoj, duhet i informoj, duhet vazhdoj informimin. Partia Demokratike duhet i informoj, është detyra jonë, është detyra e vëllezërve tonë politik ta shohin realitetin. Mund shkruajnë çfarë të duan, lexojnë çfarë të duan, ne kemi për detyrë të informojmë. Ne kemi për detyrë të çojmë zërin ton, edhe këtu në Shqipëri. Ne kemi detyrë edhe në Amerikë të lobojmë. Po nuk lobove, sot është shumë e vështirë. Rama e dikte, Rama lobon. Unë më të them me shumë raste se çfarë bën në Bruksel, Rama si ka strukturat. Për shembull, ma jep një shembull. Për shembull, ka disa qendra që e dim që janë të afiliuar me Partinë Socialiste, flasin për Shqipërinë, bëjnë aktivitete me Partinë Socialiste aty, bëjnë marrëdhënie me eurosocialistët, nëse mund të them kështu me një fjalë. Edhe kjo i mungon Partisë Demokratike. Partia Demokratike duhet ta krijojë këtë, duhet krijojë institucione që jenë pranë partive tjera të djathta. Por edhe këtu besoj që Partia Demokratike duhet këtë zgjedhje të shohë mirë pse arritën në këtë rezultat, edhe duhet një reinvestim, do thoja unë. Reinvestim në ç'kuptim? Makinerit të ndizen. Por reinvestim shohin mos bin pjesë e propagandës të Ramës, mos bin pjesë e kur thon njerëzit atë që i them unë që ore ne na vin 12 milion turista, ne po zhvillojmë aeroporte. Nami. Po çam hyn punë mu e 2 aeroportet që prap shkojnë në Kerinas. Çam hyn punë mu rruga Thuman Kashar kur unë prap mbas Thumanës unë prap vi në një autostradë një kalimsh. Autostradë. Autostradë, po. Pra duhet krijoj ideologjinë e vet, duhet të ketë vetën, thot Rama nuk ju njoh, edhe ne nuk ju njohim. Ne kemi këtë, ne do të sjellim këtë në Shqipëri, do t'japim këtij drejtimi, edhe pra ti mendon këmbgulje në rrugën që është PD-ja dhe jo analiza ose rishikime. Jo, analiza domosdoshmëri, po them që nuk duhet i bi pranë humbjes. Se e kam shoh 2 ditë se për çfarë ndodh këtu në Shqipëri, fajin e ka opozita. Nuk është e fortë opozita. E ka fajin doktori, apo e ka fajin ky, e ka fajin aty. Po si e pas ka fajin opozita, kur Partia Socialiste, qeveria, po them qeveria, promovon deputet që vetëm shajnë, promovojnë deputet që patronazhojnë edhe nuk sjellin asnjë logjik të rinjve, sjellin deputet të ri me demek, që kanë një mentalitet o zot na ruaj, sepse nuk sjellin diçka për rinin, nuk sjellin diçka që o zot na ruaj me theks belg ishte shumë simpatike. O zot na ruaj. Okej. Nuk sjellin diçka për rinin, domethënë rinia kene aktivizohet, mëson se si funksionon institucionet, kemi shoqatat jo qeveritare që angazhohemi. Ku janë këtu? Çfarë është zhvillu këtu? Presim akoma. Presim, po. Jo, ne emëroj 12 vjet është shumë pak, nuk është shkop magjik 12 vjet, domethënë 40, 45, kështu gjëra. 50, 100. Si mendon ti personalisht për të fundit kjo cila do ishin rrethanat që do kthehesh në Shqipëri me Ramën kryeministër? Tashti unë me Ramën kryeministër jam kthy, sepse ai intrigon akoma më shumë këtë kënaqësinë të vit të ndryshoj vendin tim. Ta nga të motivon më shumë për të ardhur për të ndryshuar, po thua? Pikërisht. Se unë nuk kam jetuar asnjëherë në Shqipëri. Vetëm kam marrë si turist. Edhe unë jam një nga këto 12 milion turista që thot kryeministri se nuk na ka dhënë në një shifër. Edhe këtë do doja të thoja, do doja nga qeveria të na jepte shifra. Na pëlqejnë numrat. Vin 12 milion turistë, përveç aty, na japin shifra ekonomie. Flenë 6 milion net thot. Po. Edhe ikin. Pra vin 2 veta dhe njëri flet tjetri e gdhin. Praktikisht, këto janë shifrat e qeverisë, kjo është turizmi. Jo, po them edhe në përgjithësi, çka ka bot, na krahasoj me numra, ndum numra, jo e kam bër. E kam bërë shumë e vështirë. Po na jep numra, siç bëjmë edhe ne politika ne bëjmë me numra, me statistika, me universitete, e kërkoj universitetet të s'ka jetë politike në universitete, ndryshe nga Europa. Jo, edhe ne, edhe kjo universitet tim nuk kishim jetë politike, por partitë politike gjithmonë afiliohen me një universitet, me një profesor, sepse janë ata që japin mendjen. Nuk janë patronazistët, edhe njerëzit që dalin në teren, që kërkojnë votën me dhunë, që kanë ata të drejtë, ose ata që thonë, jo, kështu do ta betonizojmë Tiranën, se New Yorku është me gradaçela edhe ne ashtu.
nuk shkon kështu puna. Puna shkon shife tereni, shife çfarë duhet bëhet një plan urbanistik, bëhet një plan zdi ta shpjegoj shqip, do më falni. Ekonomik, Gjitha, do më thënë, për shifin gjitha, për këto shef një universitet, shef një ekspert, jo, qohet kryeministri dhe thot, unë do ta bëj Tiranën ashtu siç e keni menduar. Siç nuk e keni menduar. Normalisht nuk e kemi menduar ashtu siç e mendon ti, se asnjë se do ashtu. Nuk e do unë Tiranën të ketë gradacela, të jenë bosh për një vizionin tënd. Unë e do Tiranën që të jetë një kryeqytet, se kur vi këtu, të kem të tregoj një histori. Ma gjeni një shtëpi, një ndërtesë që është nga kohë Zogut. Ikin. Po ikën. Gradacela, se na duhen gradacela në përzhvillohet ndërtimi. Mund t'ju them një gjë, në European Quarter, ku është Komisioni Evropian, që janë Art Lua quhet ajo rruga, e ka pas një ndërtesë ke muri shkruante The Future is Europe. Ajo aty ka qenë një fushë, imagjino, në qendër Bruxelles ka qenë një fushë. Edhe tashti u dha leje ndërtimi. Projekti ishte për një kull. Doli projekti i bukur, i tha qeveria e Brukselit edhe federale, i tha s'keni me bo kullën këtu. Këtu të bëni 6 kat që tjetë në harmoni me ndërtesat e tjera, sepse kur jemi ke parku se në kontenere dhe shofim Brukselin, ne du shofim horizonin e Brukselit, nuk du më shofim gradacelat e Brukselit. Këtu, kudo që del, po s'pa gradacelat, u duket keq. Nuk e di kush o ka thënë që është mirë. I bezdis diellin ndoshta. Edhe në vend syze. Eugene Gjoni, faleminderit që erdhe dhe sigurisht do kesh angazhimet e tua në këtë periudhë.